Hajde Drenica, si të kemi? Mirë shumë, jo, a jeni mirë? Mirë, edhe ne jemi mirë. Cila është mënyra më e mirë për të jetuar? Mënyra më e mirë për të jetuar? Po, i kemi 4 opsione, edhe mundesh me zgjedh njërin. Bashkallak me familjen e ngushtë, vetëm apo qift? Bashkallak. Në bashkallak, tash çu jeton? Tash jetoj veç me fëmija, ma dhe bashkallak është mirë. Po pse është mirë në bashkallak? Po atmosfera më e mirë, tana më mirë. Po veç edhe hyzmeti është më e mirë. Po ashtu kështu njeri lodhët, edhe e vetër. E mirë, po më pëlqen kjo, unë e bëra pak shaka, po mirë e ke. Mirë, po çka të kujton pranvera më shumë? Mi kujta demonstratat e 80-nitës. Demonstratat e 80-nitës, çka të kujtohet më shumë nga ajo demonstrat? Shumë sene të këqija. Po më merr mendja. Shumë. Kujtohet që kanë shkel studentat, që kanë vrarë, që kanë burgus, që kanë... Mirë, ka qenë periudhë e vështirë. Po, e rëndë. Zotri, faleminderit shumë. Për neve Drenisën gjithë është tirë. Po. Sikur dita e sotët me Hashim Thaçin, do me thonë. Po. E rëndë. E vërtet, po. Faleminderit shumë, faleminderit për telefonatën.